Mirë se ardhët në podcastin ton, epizodin e dytë Feel Good me mu, ja kam mikun tim, mu me thoni super person me energji shumë veçantë, kryetarin e Kamenicës, Kadriun, mirë se na erdhe në Gjilan. Faleminderit, faleminderit, është për mu ndirë me qenë mosafiri jëti këto i dytë edhe knasti gjithmonë bashkëbisedimet me juve. Më lejo fillimisht që me të uru shumë suksese në këtë projekt, këtë rrugtim tonin të ri, e nuk dyshoj që ti nuk ja del me suksese, tu të njoft edhe pak edhe me production. Faleminderit shumë. Normal, kryetar, kështu me tregu drejt, kur e nisëm si projekt, nuk I kena pasën për shembull një farë specifike me marrën kryetar ose me fshirë diçka, kanë me ftu. Po tu me nu, dëshmi mi taku do persone që janë shumë suksesshëm edhe në jetë. Nuk e kena pasën me ataku persona caktuar. Po jena mundu mi pas njerëz shumë suksesshëm, kështu edhe personalisht. Kështu që I konën personi I dy që më ka shumë menje. Për shkak që edhe janë morale, se anës tonë di që ke punu fort, ke punu mirë. Jashtë politikës është fjala gjithmonë, se unë më shumë e kena bo këtë podcast për persona. Kështu që faleminderit shumë dhe ne që kjo ardhë dhe shpresoj që më kalu mirë. Ka më mëse e këtë listën kështu mbrapa. Ata që I pas neve. Ja, nuk dyshoj që suksesi nuk është matet bashkë kështu sikur torcën kur e prej me ti, ka plot njerë sukses shumë definitivisht në ana morale, se cilin në atë fushën e vetë të veprimtarisë, profesionit, edhe me çdo që merret e tregon një sukses. Nuk është që na le të themi prej kandit një politikanit të ri ose një profesionistit të ri mundem me marrë me një sportist, me një këngëtar, me një artist, çdo që ushtron dikush një Gjilanxhi, një Kamenicë Ali, një profesion, po gjithmonë knasi. Më kujtojmë të jesën e diskutimi me ju. Unë tek mino me sport shumë kohë gatë, edhe shpesh kur të foli edhe me shokë edhe me klienta. Për me matja e një suksesit ka shumë veçuri, po e marrë me shano nuk mu me matë me shumë profesione tjera. A më është një matje ka një personale. E më kështu kësha dhajt diçka personale të a është tash kryetari I Kamenicës, qaj kryetar që u dash më kondi tash, që ta më thëjnë Kamenica tash të kena kryetarin. Po tash në ato që na e konsiderojna si legjitime, në atë procesin zgjedhor me 12 tetor, po del që është një prej kryetarëve që I duhet Kamenicës. Roll flas për veten, tash jashtë modestisë, po për herë parë Kamenica voton një kryetar 2 mandate radhazi, që nuk ka qenë më herët në 20 vitet e kalume, po edhe elementi 2 që dëshmon këto në pyetjen tuaj është që për herë të parë në Kamenicë fiton dikush pa balotazh. Kjo neve përveç se na bën me undi mirë, definitivisht po nuk kemi pse me mshef, na bën me lexu rezultatin qartë drejt. Se me u fol një besim diku mbi 50% të qytetarëve tu nuk kupton veç një farë ndjeshmërie të mirë, një farë feedbackit të që e merr për mandatin të mirë, po nuk kupton një përgjegjësi edhe më e lartë. Edhe tash ekipin që po e diskutojna me formu me njerëz tonë, më thëmë që ky rezultat kanë herë është një farë lloj frike, na do të më lezu si frikë. Mos po e zhgënjejmë votuesin qytetarin e Kamenicës. Edhe në çdo drejtim na duhet me punu edhe një herë më aftë. Gjithmonë është për të mirë është kjo. Po, për të mirë. Tu shpresu që besimin të cilën e kemi marrë nga qytetarët ja ka vlejt. Se gjithmonë më thonë 4 vite mandat për mu janë fushat. E fushata është prezantimi I rezultateve për mundësinë që ta kanë dhënë qytetarët. Kur vjen koha fushatës sipas ligjit zgjedhjeve, ti deli prezanton rezultatet tua edhe një vizion për cilën ti pretendon se duhet me pas qyteti të cilën pretendon me menaxhu. Unë për shkak që edhe unë jam I anës juve, anës juve, normal prej ardhen e kena prej dashnicës, grabosim, gërbas normal jena. E kështu që menoj që ana jonë më të vendost, edhe për me, kur e meriton dikush e mbështesin deri në fund. Edhe kjo I bën pak më përgjas, më ndoket, edhe anën tonë është për përgjithësi ka razakun prej është që nuk harrojnë lehtë. E kum po edhe në biznise, e kum po edhe në sport, edhe kanë edhe karakter më të fortë, po besoj që kur janë shumë të vendost. Për shembull, nëse thonë po, jo. E kështu që po besoj që
kjo por herë parën për 100 kameniz pas ka shku edhe pa ballotazh, e pa edhe 2 mandate rani pas ka pas. Menoj që e ke meritu. Faleminderit shumë, më duket të vazhdimis me Kamenicas. Edhe Albana, po i kam venisë në Vlejardit me familje. Jo, a beson, e këna njës kështë s'po dalesh, pa apështet po lidhe zelet, po lidhe. Po, definitivisht, edhe unë pajtona plëcish me mendimin tënë që Kamenica ose pjesa Karadokut veçohet nga kultura shoqërore kështu. Nështë një përvojë edhe që më ka spikat kështu në mendje për gjatë mandatit tem parë, bile në inaugurimin e seancës Kuvendit Komunal e theksuam fjalimin tim, edhe që më ka bë muni mirë, po një ku me kuptu ma mirë qytetin tem edhe qysh është kultura qytetit tem është, kur i mdojnë jashtë Kamenicës, shpesherë në Prishtinë, qytetet tjera, bo edhe kur kom pas mësafer në Kamenicë, sekretari komunës, ambasador, organizata ndërkombëtare, ndryshme edhe vendore, e kanë theksu një element shumë të rëndësishëm. Ata që kanë theksu është që thonë Kamenica, po përgjithësia në Morave ka njerëz qetë, kulturum, edhe transparent, edhe bujar. Edhe shpeshherë kur e vrejsha këtë element për me relaksu bisedën mes miqve, me ofru qasje miqësore se të shqiptari shtëpia është e mikut edhe e zotit, edhe me ofru qasje miqësore polis që na vizitoj ke ambasadorëve, ndërkombëtarëve tjerë, dhe që shpeshherë mujna me donë parking në marketit të komunës dhe veturat jenë hapën. Është një tolerante, nuk ka nivel të kriminalitetit lartë, e unë besoj që Kamenica, do se pak banor, po besoj që është një prej qyteteve edhe të bukura, edhe shumë mira me jetu. E që kjo kultura që e kanë marë, njerëz tonë, për një shoqëri tolerante, që e pranon tjetrin, e mirëkupton tjetrin, e fol tjetrin, ndihmon tjetrin, është një kulturë që është kriju shpeshherë në besoj nga prindit tonë, gjyshrit tonë. Ata kanë rritë familjen në qasi fryme, e mandej është plotësu definitivisht me institucionet, si të mos shkullore në arsim në drejtim. A të thonë që për shkak kena familjar shumë jashtë, për më në Gjilani, që është çdo e dyta shtëpi kena familje jashtë, mi gjallar, do me thonë dajt, shumë familjar kena. A menon kjo që na ka pru një kulturë ose një edukat evropiane, se jena menoj ma të but, ma civilizum, doj shumë raste, jena ma tolerant. Besoj që ka ndikimin e vetë, po zakonisht pjesa në Morovës, që përfshihet Gjilani, Kamenica në masën më të madhe, ndikohet shpejt në kuptim pozitiv. Ndryshimet i kërkon më shpejt. Besoj që edhe kjo ka influencën e vetë, që njerëz që kanë dalë në shtetet perëndimore, kanë pru edhe një kulturë edhe prej jashtë, po definitive për mua mbetet mënyra qysh krijohet një familje për mbrena, edhe që ajo mandej bëhet si kulturë e përgjithshme shoqërore e një regioni, një qyteti. Mandej edhe kultura perëndimore u përqafu mjaftu shumë mirë për me nxjerrë drejt fundit ose në fund fare me nxjerrë një shoqëni shumë shëndosh civile. E kështu a je në pikën ku ke menu më konë. Shall a ki ase elemente që i përmbusht, a ki ala me dhonë. Ku i për momentin, sa me përqen kështu, sa përqen? Nuk isha thonë që jam përmbush, unë jam i knaqur jashtëzakonisht shumë edhe me punën që bëj tash, po jam ende i ri edhe besoj që kam edhe energji, edhe kapacitet për ma shumë, edhe në institucion, po edhe në jetë profesionale, që mendoj që duhet me vazhdu pas një kohë, se vim me një stad kur dikur besoj që harxojmë ose lodhemi nga ajo që e bojmë për ditë çdo ditë. Unë edhe kështu nga karakteri kom besu që lëvizja shpesht, edhe në vendet punës, edhe në ndryrim të profesioneve, të plotëson si individ. Nëse ti fokusohesh veç me një profesion të caktuar, dyqysh i vendos kufi, tut edhe mandej lëviz veç mrena një kufiri që i ke përcaktu.
ndrimi i profesioneve, vendeve të punës krijon njerëz të ri, shoqëri të re, me intelekt të ndryshëm, informacione të ndryshme, plotëson nga ajo që ti mundesh me përthith nga leximet, nga sfidat, nga përvoja, edhe kështu. Ne ta vona në qëllim këtë pyetje se për shkak që shumiri edhe me mosh, po edhe me profesion. Do me thonë që analizoj Kamenica veç 20% ka po deri tash prej te, 20%, do me thonë 80% që është që ka me ardhë. Kështu që për me edhe në shoshni edhe çdo kënd, edhe në menaxhment, edhe në firma, gëzohemi kur janë kryetarë më të ri, kur janë më open mind, edhe janë më të prekshëm. Do me thonë janë më të qashëm. Kështu që e di që një 80% kemi dhonë. Si të projekt është që deri tash do investu ose është të bëni projekt shumë i mirë për Kamenicë. Që na se dimi, edhe Gilanxhi se din, faktikisht se na shumica sitomi. Unë besoj shumë që ka njëherë na si politik fokusohemi shumë në ato projekte që janë të dizajnuar bukur nga aspekti urbanistik, le të themi kështu. Nga një rrugë e mirë me ndriçime trotuare, nga një stadium i mirë, nga një qerdhe e mirë, nga një park i mirë, edhe këto janë të rëndësishme. Po me sa komujt me po në mandatin tëm por, njerëzit lypin më shumë se kaq. Ti mundesh me ndërtu një qerdhe të mirë, një shkollë mirë, një shtëpi të shëndetit mirë, po njerëzit që kërkojnë është mi ofru sigurim brenda çatij objekti që ti e realizon. Ka njëherë edhe sanat e mira bën me pak pare, nuk do me thonë me investu shumë pare, 10 milion, 15 milion, 20 milion euro në një projekt gjigant, edhe shërbimet që i jepën mandej me pas, nuk i japin siguri qytetarëve. Në vizitën tëm por, si kryetar komune atëherë në vitin 2022, se kena marrë në fund 2021 mandatin, edhe unë bërë qerdhen publike, edhe unë po atë që ushqimi që ushqimërokje për fëmijët nuk ka qenë ushqim i mirë, ka qenë ushqim i ambalazhum, konserva, sallame, vishkle, nuk ka pas pemë perine. Edhe dyqysh, unë e shesha që ky ushqim nuk i përkën moshat të cilën janë atë fëmijëve tonë. Edhe ju më këtyn zyre më thonë që të ushqim, na do të me bo diçka për me rrush, e kena marrë një nutriciste që e ka bo menyn e balancuar për gjithë fëmijët edhe grup moshat që në atë. Edhe kem parë rezultatin shumë shpejt. Masi kem bo ushqimin e shëndetshëm, ku sot fëmijët edhe jem qerdhja e vetme publike në Kosovë që ofron 3 lloje të peshkut. Salmon, levrek, orado, thjerza, avokado, pemë perime edhe shpesher po bëj humor, i thëm, prindi jam nuk i ka pas kushtet më thonë salmon. Ashtu. Ka pak po gjelezon e vjen natë i prindit. Po atë që super, unë bëj se informacion është sefte që jo nuk ka qerda, edhe besoj edhe në privat nuk besoj që i ofrojnë që të ushqim. Nëse ofrojnë që të ushqim, kosta për me pagu abonimin në qerë do të me qenë bit 250. Bravo, super. E sot në qerë në Kamenicën e mira e kredo se ajna jashtë ushqymet mirë të fëmijëve, cilla ke përfitimi tjetër? Përfitimi tjetër ka qenë që tradicionalisht në qerën e qytetit kanë ardhur mesatarisht 60 vjet, 60 fëmijë. Kur kem bërë ushqimin e shëndetshëm, edhe na e bënëm pjesën e marketingut, fill pas një muaje, qerëta filloi në full kapacitet, në 120 fëmijë, edhe u kriju lista pritjes. Ta që ndodhë ke, unë përballsha me një presion e drejtori njerëz tonë. Do me thonë, kjo është që ka pas fëmijë shpesh që nuk i kanë qenë qerë dhe për shkak të pushteve edhe jo ushqimit informimit ose jo të ushqimit mirë. Definitivt pastaj rastit u rrit numri i fëmijëve dhe kjo mund të argumentohet edhe faktohet nga na që u kriju mandej edhe lista pritjes. Erdhën 120 fëmijë në full kapacitet qerdhja, edhe lista pritjes për 40 vjet. Tash çfarë ndodh kemi neve të ke, a mundesh me pranu fëmijën tëm qerdhë. Nuk ka pas asnjëherë konkurs për pranim të fëmijëve të qerdhë. Sot qerdhën në Kamenicë? Është një qerdhë, dy jemi, një kemi inauguruar të dytën me Koretin dhe jemi të ndërtuar të tretën në Rogan. Do të thonë me 3 tash bëhet edhe një element tjetër që po ashtu është i veçantë në nivel vendi, fëmijët në qerët publike të na i kanë sigurimin shëndetësor. Në 100% për gjitha shërbimet ambulantive, dentare, laboratorike, optike e psikiatrike.
edhe nuk e ka asnjë qendër tjetër në Kosovë. Madje i mbulojmë këto shpenzime në 3 shtete, në Kosovë, Shqipëri edhe në Maqedoni. E ma këtu shqetësimet pak më të mëdha që jena nga rendemi me shku të një shtet fqin, tash prindi le të zgjedh. A do me trajtu fëmijën e vet në Kosovë, Shqipëri apo Maqedoni, po shërbimet që i merr nga këto shtetet na i mbulojmë. Edhe këtë kam bërë me një element shumë thjesht, kur unë kam një vajzë tash i ka 3 vjet, kur kam bërë analizat e alergjisë, tha koste për të shërbime tha është 160 euro. Edhe mendova që kjo gjysma pagës diku që punon sektor privat, pa profesion. Edhe që na bëu sigurime shëndetësore dhe jam shumë i lumtur. Na shtasion projekte të prekshme drejt për drejt, po mirëshenja e njerëzve edhe vetësimi është super i mirë. Të vesh. Kështu, do me thonën Kamenica në çaj pret, tash diçka shumë e mirë që Alona e dimi asna, po edhe shumica e Kamenica, që se di. A ka ndonjë projekt madhor? Po, në kuadër të projekteve që na po punojna për investime kapitale, e kisha veçu ose kisha veçu 2 projekte. Dyja kanë karakter që nxisin zhvillim ekonomik, po për mua mbetet i veçantë stadiumi i atletikës, që është projekt që po ecën shumë mirë, edhe është i kategorisë të 3 sipas standardeve ndërkombëtare të Federatës së Atletikës, edhe këtë stadium nuk e gjejmë as në vendet e Ballkanit. E unë besoj që kjo do t'i sjell shumë zhvillim Kamenicës. Besoj që me gara që do të mund të organizohen atë edhe vendore. Nacionale, është nacional, po. Kosova do ta ketë veç një stadium të atletikës, edhe ai do të jetë në Kamenicë. Edhe po ndërtohet në Për ka mendohet më kry? Kontrata është për 36 muaj, po intensiteti punëve ka tejkalu planin dinamik. Do me thonë tash është të punu, personalizu. po e në kry ndërtimi i 2 ndërtesave për shërbime administrative, sallave të fitnessit e zhveshtoreve, gjitha këtu. Tribunat kanë përfundu, drenazhimi i stadiumit ka përfundu. Besoj që ky vit me këtë intensitet lartë që ka pas kompania, edhe pse projekti menaxhohet nga Ministria e Kulturës, na mujna me e përfundu 1 vit para kohës. E projekti dytë që besoj që është shumë ndikim për Kamenicën në aspektin ekonomik, është rrugë e Malësisë Kamenicës, na e kena shuj kësisoj, ose rrugë përgjatë Brezit Kufitar. Një vije gjatë përgjatë Brezit Kufitar ka qenë pa asfaltume. Edhe ona gjithu. Nga Sfirca, në Shahiqe Zhuj, Elisot, nga Tërsena largët, në Desivojës dhe Shqipashnic. Kjo gjithë të asfaltume. Gjitha po punohet për mu asfaltu, janë dikun 50 km rrugë, e asfaltime parakush për zhvillim. Unë shpesh herë thëm, nuk ka kur gjë ma shumë prevolla se Malësia jonë në Kamenicë. Bile është shumë ma lehtë e qasshme, po ka mungu infrastruktura dhe njerëzit janë largu, nuk kanë ardhur. E besoj me asfaltimin e këtyre rrugëve, na nxisim në zhvillim të ri të turizmit, agroturizmit, edhe fillojnë njerëzit mu rikthym pronat e vetë. Shumë Kamenicasi jetojnë sot në Gjilan, janë për ty në jo. E kërësohja në orë. Na ju presë më rikthym në orë. Kështu, one edhe që a kam kërëtuar një jo si diskutim, po që për shembull fitnes dikon janë 600 ushtrus. Edhe kur vinte edhe mërgjimtarët, edhe prej Zvicrës, prej Zhronisë që kena, vinë një numër shumë i madh rritet. E tash, do me thonë paradite e ka një farë pyetje që me bo në Gilan, ose në Kamenicë. Do me thonë paraditën e kanë super të shtirë, te në ora 5-6 me thonë. A keni menu në erë, kryetarit Albanës të një kom bo pyetjen ty, a keni menu në erë për shkak me bo një pishin diçka të llojit, për marrë me shembull gërmis shtetëror, me mujtë më bo për marrë në shkak Kamenicë Gjilan bashk, edhe me bo një pishin super produktive. Do me thonë, gjithë shka më konë menaxhem mes komuna, punëtorët, më konë shtetëror, stafi shtetëror, do me thonë gjithë sa më konë veç për shkak paradite me pasë. Besoj që është një ide super e mirë, po a keni menu në arë, ose a keni pasë? Mos bëjë, e rezu plan program. Jo. Në zëtimet e mia, është një zëtim aty për ndërtimin e pishinës të parë olimpike të hapur në Kamenicë. Kamenicë. Do të armat në erë.
Edhe na kena kalkulu të një mbështetje qeveritare, se ka kosto të lartë. Zakonisht po ndërtohen pishina gjysmë olimpike, po kosto e mirëmbajtjes është shumë e vështirë edhe i bëhet bare e madhe komunës. Ta stadiumi atletikës i pari në Kosovë, edhe nëse ne arrim me përmbush zotimin ton në bashkëpunim me qeverinë, besoj, për pishinë të hapur olimpike, kish me qenë fenomenale për Kamenicën, për ekonominë, për shumicën e njerëzve që kërkojnë çka me bëu para dite ose gjatë ditës, Kjo nga kryesore në një qytet. E besoj që to e pa që përfundon edhe zgjedhjet nacionale, na kena me gjetë gjuhë të bashkëpunimit me qeverinë, edhe me realizu një projekt të veçantë, pra në nivel vendi, se nuk ka në Kosovë pishinë të hapur olimpike, e që kish më shfrytzu përveç sportistëve, përveç qytetarëve, shkollave dhe studentëve, na menojna që me pas edhe aty gara mandej. Pas gara të ndryshme. Nuk e kemi përcaktu ende tamam lokacionin se na do të ne bëni farë studimi pak ma gjerë, po besoj që synimet personale këto janë. Kamenica do të me pas një teren sportiv, le ta quajmë kamp sportiv, ku edhe qytetarët, po edhe klubet e ndryshme sportive mundet me arë me i kry stërvitjet. Shumë është një teren i munguar në regionin Ana Morovës, që besa edhe në shumë pjesë Kosovës, ku plot klube sportive detyrohen shpeshherë me dalë jashtë vendit ose nuk kanë edhe hapësira për stërvitjet. Edhe se kështu terenet i kena super të mira. Po, veç po duhet investim, edhe ambienti është fantastik, e besoj me një pishinë tillë vjen e botë e mundur një kamp sportiv dalë në Kamenicë. Na e kem investu edhe një projekt i kena qujtë Lugu i Verdh, apo Green Valley, të liçeni i Busavatës, edhe po plotësohet dita ditës, ka qenë pa përshkruar shumë nga njerëz. Një liçen i vogël, simpatik, kemi bu një litar rreshtetës zipline-in, edhe kjo atraksion, a? Po, atraksion, e kemi bu një mbi liçen me ecë prej drunit, është fantastike, sidomos koha pranverës, ku mirët e gjelbrimi, është një pamje e jashtëzakonshme. Jemi të ndërtu parkun aventurave, po e kemi ndërtu edhe një amfiteatër të hapur për basketball, për ngjarje, koncerte në mbrëmje, e në bashkëpunim me një organizat tjetër, është një shkëmb i madh, quhet Guri Bosavatës, ashtu nga banorët, do të vendosen disa litar për ngjitje. Edhe kjo sfida që e ofron ajo zonë, nga atraksionet turistike ose produkte turistike, nga këto zipline, ngjitjet, parku i aventurave, ecjet se është tegu për ecje, konvenzjore, veranda, besoj që bëhet atraktive. O zonë e gjelbër kur që nuk shes syni këto. Atë për shembull dhe kena do kur I kena në Airbnb ose do si faqe me shu banes me qira. Po, tash piki ato mi bë çka ja ofron. Se morën shallë të turistit. Shpesh nuk i mundësi çka me bë. Çka mi thoni turistit për shembull hajde. Ku me shpenzu kohën. E këto që I do I përmend aty këto janë super të mira edhe për neve, edhe për gjitja të mira. Se domethënë na dimi për Evropë, për njerëz që jetojnë jashtë 10 kilometra, 20 kilometra janë shumë pak. Se unë kanë një që 1 orë, 2 orë I bëj me shku me pikafe me dikon, në Evropë. E kështu që këto janë super të mira, super të pranueshme. Kemi thonë po që shumë energji tek liçeni I Busavatës, me të vërtet më kun një vend I gjelbërt, ku ti njihesh mirë edhe me shoqni, edhe me familje, edhe ki shumë kënde që ti mundesh me gjetë veten. Po do sport, e ki basketballin, po do vrapim I ki shtezjet për ecje për vrapim, po do peshkim, të liçeni mundesh me peshku, po do një piknik me familje, me shoqni mundesh me bo atë. Tash e kem kryer edhe një proces tjetër, e kem bu mjetet për paintball, edhe besoj që ajo zonë trakete edhe vendin e vet për paintball, do të thonë është një hapësirë komplet e gjelbërt, ku na shpenzojmë kohë kualitative në një ambient komplet gjelbërt me një ajër shumë pastër në Kamenicë. Kështu, a ke pas gjatë këtyre viteve që kryetari I komunës ndaj natë ose ndaj ditë ku ke thonën jo mi lodh ose nuk po moj mo ose me po ndaj farë si dorëzimi kështu. A ka ndodhur ajo? Jo, vështësie që me thonë është të pështet, tak, për dolari, që e thonë,
Jo, ka njerë si individi i parapëlqej sfidat. Okej. Presioni që vjen nga puna, mu dyqysh më pëlqen. Ka njerë ka ballafaqime le të themi pa kuptim ta, në i natë politik që mundet me të zhgënjy, po për me bu mundi që po nalna se dikush tjetër nuk e don kamenicën sa ti që e don, për kundërzi, mu më jep veç vullnet, adin ajo çështje. Besoj që me i kontribu qytetit në radhë parë është privilegj, është krenarit për mbush. Na jemi plot të vetëdijshëm që angazhimi është për plot me sfida, nuk është një fush me lula dhe ti shkon zgjat se në lul me nuk, edhe me thonë që kjo historia jeme suksesit, edhe nuk i shkon interesant. Edhe besoj që na do të me angazhu si të ri, edhe njëherë ma shumë të e kuptu pak ma ndjeshëm rolin e moshatarëve tonë në radhë parë, se krejt në fund ditës na dëshirojmë të ndërtu një perspektivë për gjeneratën e re. Gjenerata e tretë dyqysh përmbushet kur e shet që gjenerata e re përgjen vetin brenda qytetit vet. Edhe nuk ka sfidë për gjatë këtij angazhimi që mundet më mështry, më thonë prit se po menoj se na do na më tërheq. Derisa konsideroj që jem harxhu e nuk po kam çka më dhon më për qytetin, do ta më lëviz ose në profesion ose në nivel tjetër politik, edhe me arë një frymë e re. Po tash mos jam synë kundërshtar. Por vetë që fort. S'moj pa ta bo pyetjen e kom bërë Albanit. Sa janë të realizuar ato projektet që i thëshin komente 3D ose e kam pasën më shumë tu vizatime që i bëna. Albani ma dha pyetjen ti sa i ki të realizume prej atyre fotot që s'kam besu me një fjalë. Ose o kone e pakapshme për komentus ose kritikt. Unë besoj që një pjesë e qytetarëve nuk arrin me pa punën të cilën e bën komuna, stafi, civila të po edhe politik. Se hartimi një projekti është një energji e madhe, është një kohë e madhe, dhe nuk derisa me arrit tek ky 3D-ja. Se hartimi i projektit merr shumë kohë, merr shumë kuadra profesionistash, edhe një farë studimi se çka po bojmë edhe si po e bojmë. Zakonisht një projekt i mirë, kapital, merr kohë 3 deri në 4 muaj me hartu knatshëm. Po projektet super të mëdha, le të themi një bulevard i madh, një stadium i mirë i madh, merr kohë përgatitje veç për fazën e hartimit projektit deri në një vit minimumi. Mandej është faza e dytë, që është faza e shpalljes së atij projekti për realizim. Tu qenë që na jena shoqëni shumë kërkuese dhe insistuese, na duket që komuna dhe institucioni nuk punon fort. Po unë besoj që kjo puna e padukshme për realizimin e projektit 3D është shumë e vlefshme. Po në realizume këto projektet e ne kemi rëzollë për zotime që kemi pas mbi 50 zotime mandatin tonë, por me realizu 80%. Një projekt që se kemi realizu ka qenë tregu i Gjelbërt, për shkak që ka qenë një kontekst gjyqësor me një kompani të cilën e ka shfrytzu parcelën atje. Projekte tjera të cilat i dedikohen më shumë qytetarëve janë realizu masën më të madhe. Për shembull, na kena pasur një zotim me qenë në top 10 që në komunave me një matje të transparencës. Ajo nuk është arrit, se është proces administrativ, po nuk ndikon kur gjë në mirëqenien e qytetarëve, ose grupit të caktuar fermerëve, ose doktorëve, ose stafit të mjekëve. Po zotimet e cilat janë kundrejt qytetarëve janë përmbush mbi 80%. Kështu, normal do me thonë çdo projekt si në sporte, si në një, si gjithmonë i shoh me ato e lyp me atë finalizimin e fundit. Po vështërsit asnjëherë, do me thonë derisa po mrrimi deri në çat projekt ose derisa po mrri çaj rezultat. Çfarë e kishte veçu si projekt më të vështirë për edhe si sfidë personale apo si kamenicë. Që kom pak më edhe si me kosto po edhe më Përgjithësi projektet i kanë sfidat e veta. Inxhinierët, arkitektat e kanë ngushëllim, thonë projekti është kompromis me terrenin. Dhe për me ngushëllu ndaj lëshim teknik, po edhe profesional që e bojnë,
gjatë realizimit të projektit dalin sfidat, është harruni, të themi më marru edhe një fazë ose një gjysmë fazë e një projektit. Nuk mundesh me parashiku të gjitha, ndonse se atë punojnë gjithë profesionistët me një projekt. Po sfida dorën zemën në Kamenicë nuk ka pas. Ajo që na ka po që na ka ndjek në vitin e fundit ka qenë një pasojë që na e kem trashëgu nga kontrata kolektive ku përmbarus na kanë marrë mbi 3 milion euro, edhe na kanë prish strukturën buxhetore. Edhe çaj buxhet e prish nashta një kontratë që na kem lidhur me dikon, ose ta vështirëson vitin aktual edhe vitin paraprak. Se 3 milion euro për Kamenicën janë shumë. Kjo ka qenë sfida më e madhe. Ka sfida të cilat te kalon, nashta të një qytetar konsideron që na jemi të marrë pjesë tokës ti, edhe do të me gjetë ose ko për shpronësim, nëse ke mundësi që dorën zemër, unë jam falenderues ndaj qytetarëve, nuk është që kanë kërku shpronësim gjatë realizimit të projekteve kapitale. Ku është Kamenica mas 5 vjetë kryetar, kështu si qytet? Unë definitivisht e shoh si një komunë ku njerëzit kanë me marrë rrugë për marrë me vizitu Kamenicën, edhe na po punojnë në qatë drejtim. Le të themi, jemi komuna vetme që gjatë ditëve të verës, kur edhe mërgjimtarët janë këtu Kosovë, organizon festival me mbi 30 aktivitete të ndryshme sportive, rekreative, kulturore. Vizitu super. Është komuna vetme, ka që vogël një komunë, edhe mbi 2 javë ditë i ka 30 aktivitete. Ku ti mund është me gjithë vete, me familje, me shoshni, me këtë që dëshirojnë me kalu një 5 dite në një qytet të vogël. Në tash që të përdojnë me pasuru, edhe me shumë aktivitete, edhe me strukturu pak ma mirë. Vetë me sport, a je i lidhë me në sport kështu, konkretisht? Si sport të dalë më shumë? Në hobi, veç. Hobi e kam futbolin, një kohë këna lujtë basketbol. Tash miri me çdo javë kemi futbolin. Të këtë mandatin e ri, a i fokusu në i sport me veçu kështu ma konkretisht? A ki në i projekt, për në i sportin për shallë veçant, ose cili grup sportistëve me prit, mu gëzu ma shumë? Definitivisht na presu me pas suksesin në atletik, edhe në lojrat olimpike që do të manë në vitin 2028, na kem pas që Kamenica do ta ketë Kosova, kisha me thonë se do të përfason nga një atlet Kamenicas, Leon Thoqi, në fushën e atletikës, edhe besoj që klubi atletikës që ka operu një kohë gjatë në Kamenica dhe vazhdon me operu, e ka përfasun në 2 lojra olimpike Kosovën, edhe në lojrat e Tokios edhe në Rio, tash edhe në Los Angeles të Shtetet e Bashkuara, do ta mbroj Kosovën ose ngjyrat e Kosovës. Do të thonë fokusi ku ka në atletik, po edhe në futboll. Jemi shumë të interesuar që mi forcu edhe klubet tona sportive, po edhe infrastrukturën sportive. Jemi vese po thuj duke investu koqa shumë në ndërtimin e stadiumit në fshatin August, ndërsa kemi përgjithë kompaninë për hartimin e projektit për renovimin e stadiumit në Kamenic. Po tentoj me hartu një projekt që asisoj një stadium që i vogël për kapacitetet e Kamenicës, sipas standardës të UEFA-s, kategorisë sport, po me qenë asisoj që me tërheqë edhe një vëmendje edhe qytetarëve edhe ndaj turistëve për nga struktura ose dizajni i jashtëm i stadiumit. Kryetar, minutat po na shkojnë shpejt. Një mesazh të fundit e kisha kërku prej teje, që i kisha dhoni qytetit Kamenicës një mesazh të se unë kisha dosh nashta mesazhe që të mund më thonë ma gjithë për qërë. Unë të di që ju keni një audiencë në Ana Morav, e sidomos njerëzve që e përcjellin podcastin tënd, me përqu mesazhin edhe tek rrjetin shoqëror. E para me dosh definitivisht vendin tënd, qytetin tënd, edhe të bazu edhe në qëllimin e realizimit të podcastit tënd, me fol veç në kontekstin pozitiv për qytetin tënd edhe për shoqërinë tënd, po edhe për biznesin tënd. Në shpesh herë kur na e pyesim si po ecën dikon biznesi,
ti tregon në radhë parë vështërsitë. Vështërsi qash. E kjo është që unë mendoj duhet më ndru këtë çështja. Edhe në raport me biznesin që na menaxhojmë me full on pozitive, Zmon qash, do ne rima pozitive. e të heq vëmendje kur Edhe thosh shënë qash të pozitive. biznesi po më hes shumë mirë. Mirë qash. Jam shumë i kënaqur, dikush nole sa ngën ma Me pozitivitet qash. definitivisht. Edhe raport me qytetin e kemi një farë diskursi publik që njerëzit po na ikin, nuk ka shumë zhvillim, nuk është bashkë ashtu. Unë nuk mendoj. Edhe në vendet e zhvilluar njerëzit lëvizin për shumë arsye. I ke dhe profesionisti mirë, dhe biznesi mirë, lëviz. Doktorë, një mjek, një Definitivisht. Po profesion është. këtu është bu punë e mirë, edhe është bu punë e mirë. Edhe na duhet me dashur qytetin tonë, me tentu më bu pjesë e suksesit të dikujt nëse na nuk po arrim me zhvillu idenë tonë, me zhvillu biznesin tonë, edhe në fund ditës mi pa gjanat e mira ma shumë se ato që i shohin i çështje le të themi negative ose ma pak të mira, ma mirë me zbut parëgjuese. Besoj që kemi energji, edhe qatë energji duhet me bu bashkë ose me një koleg, edhe me marrë guximin për më futë në buzën e biznesit edhe më po edhe na një farë imazhi i këtij qyteti. Në fund ditës, qyteti është imazh i përbashkët, është mozaik i krejt njerëzve. Ju jeni pjesë e suksesit ose mozaikut qytetit me gjitha këto trofetë që i keni, dikush tjetër me karate, dikush tjetër me sport, biznes. edhe është. ajo logo e qytetit përmbushet veç me njerëz të mirë, të suksesshëm. Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë që ke marrë kjarë edhe takte shumë të mirë. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi, faleminderit për juve, suksese. Faleminderit.